Kryeministri Edi Rama, në shënimet e javës të kësaj të diele, është ndalur tek vendimarrjet e fundit të qeverisë, duke u fokusuar tek ekonomia, mbrojtja dhe projektet e investimeve. Duke u ndalur tek debati për projektet në zonat bregdetare, kryeministri theksoi se proceset po zhvillohen në përputhje me standardet europiane. U përballa me pyetje të tipit që si mund të privatizohet, të shitet toka publike, gjë që as nuk ka ndodhur, as nuk ka arsye të ndodh. Zvërneci është tokë private, Sazani është tokë publike, ku ende nuk kemi mbyllur marrëveshjen, pikërisht sepse ne po negociojmë partneritetin dhe shteti që do të jetë gjithnjë pronar i tokës, do të duhet dhe për të realizuar marrëveshja do të jetë ortak në sipërmarrje. Pra, as nuk është kërkuar në një shitje e tokës publike. Pastaj gjithë pjesa që ka të bëjë me zonat e mbrojtura, me kapitullin 27, me sa jemi ne të vetëdijshëm apo çfarë jemi ne në gjendje të sakrifikojmë deri dhe vetë Bashkimin Evropian për të bërë projektin. Një hata e madhe logjike, ndërkohë që historia është fare thjesht. Cili do që e ka shumë të qartë ose e ka pak të qartë, faktin që unë jam këtu për të udhëhequr Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, faktin që ne kemi një mandat popullor shumë të fortë për të realizuar këtë mision historik, faktin që ky mision historik nuk është i krahasueshëm dhe i barazvlefshëm me asgjë, e ka të qartë shumë edhe faktin që nuk ka asnjë shans që Shqipëria të bëj hapa, të bëj zhvillime që bien ndesh me standardet dhe kriteret e Bashkimit Evropian. Në fokus të vendimarrjes së qeverisë ka qenë edhe akti normativ i qershorit, ku ekonomia në rritje, tha Rama, ka mundësuar një sër masash sociale, përfshirë bonusin për pensionistët. Rama mohoi karakterin elektoral të këtyre masave, duke bërë të ditur se të ardhurat nga rritja e çmimit të naftës janë shpërndar drejt për drejt shtresave në nevojë. Vjet u tha që bonusi i pranverës për pensionistët, i cili kishte të njëjtën logjik, pra rritjen e ekonomisë dhe parimin që në momentin kur ekonomia rritet dhe ne arrim të plotësojmë ato që kemi parashikuar e na mbetet diçka, ajo që mbetet duhet ndahet me ata që kanë më shumë nevojë dhe pensionistët janë në radh parë ata. E bënin për fushat, thanë. Jo. Ne nuk kemi asnjë fushat, fushatën tjetër e kemi në 2029, kështu që pensionistët morën një tjetër bonus ku u fut edhe çdo qindark e përfituar nga rritja e panatyrshme e çmimit të naftës si rezultat i krizës së luftës mes Shtetit Bashkuara, Izraelit dhe Iranit. Rama tha se një shtyllë e rëndësishme e qeverisjes mbetet modernizimi i forcave të armatosura dhe rilindja e industrisë ushtarake përmes partneriteteve ndërkombëtare. Çelje së dyerve të shkollës kombëtare të fluturimit. Shqipëria kalon në një fazë të re me forcat e veta ajrore, duke u bërë një platformë e trajnimit dhe e certifikimit të pilotëve për forcat e armatosura. Partneriteti me Finkantierin ushtri në një partneritet edhe me shkollën industriale Pavarësia të Vlorës. Pasi në kantierin e ri të Pashalimanit, baza e re prodhuese do të kërkojë 500 të reja, të rinj, teknik, inxhinier, informaticien dhe për këtë arsye është bërë kjo marrëveshje dhe do të filloj paralelisht me ndërtimin e kantierit dhe puna për trajnimin e të rejave dhe të rinjve. Kryeministri përmendi gjithashtu hapjen e shkollës kombëtare të fluturimit si një hap drejt transformimit të forcave ajrore, duke e kthyer Shqipërinë në një qendër trajnimi për pilot, jo vetëm për vendin, por edhe për aleatët në rajon.